Ndryshimet e vogla që i bën çdo ditë sjellin rezultate më të mëdha. Atëherë, qoftë ajo pirja ujit me mëngjes, apo ato 5 minutat kohë për veten, lëvizje të mira, pak zgjatje ose yoga etj. Këto janë rezultat që kemë po natyrisht edhe më vonë. Dhe nëse duam të mendojmë tek prevencioni, parandalimi, atëherë është mirë t'ja hedhim një sy prindërve tonë që me mujt na me bën ndryshimet që duam. Pra, tek familja ime për shembull prindërit e mi kanë probleme me kockave dhe në qoftë se nuk fillon të bësh diçka për masën kockore në vitet e hershme, pra me 20, 30, 40, natyrisht që ka me të parapritur ty osteoporoza pak më vonë, apo me masë muskulare, natyrisht që kemi përjetuar mbi peshë, apo edhe konzumi i shumt, i shpesht, i sheqerit, i picave, i pijeve, karbohidrateve të rafinuara, të tjera, natyrisht që vi dikur te diabeti. Asnjë sëmundje nuk pik ashtu rastësisht nga qielli, por ti ke kontribu për këtë në rinin tënd. Dhe në fakt, parandalimi ose prevencionin që unë gjithmonë e them në Instagram, nuk do të thotë kur mjeku i konstaton tensionin lart, yndyrën e lartë në gjak ose sheqerin mbi peshë të tjera. Këto janë thuajse vetëm kanë ndodhur atëherë, por ne do të kujdesemi shumë më herët dhe në qoftë se kemi predispozita gjenetike si këtë rastin e kockës tek familja ime, atëherë duhet edhe më vetëdijshëm me fillu më herët me punu. Por dhe nëse edhe ky apel ishte ndoshta për gjenerata shumë të reja që më ndjekin mua, fillo çdo ditë një ndryshim të vogël. Nuk do të thotë që ti ndryshosh 100% të gjitha gjërat që heqish nga jeta jote. Qoftë lëvizje shumë të vogla ose një gjysmë ore rreth bllokut tonë, shtëpisë tonë, apo konzumi i sheqerit të largohet, nuk do të thotë që mos ta konsumosh kur një tortë, por të jesh i vetëdijshëm çfarë po i bën trupit tonë, sepse trupi të shpërblen.